Në kara plumbi këto, I ka shpue më shnit. Ka të prit mas diploma në kokë. Është hera 2 që po operacion, këto në kokë. Me 10 shkurt të vitit 2007, organizuar një demonstrat paqësore, me çfarë kishim për qëllim që të demonstronim në për rrugët e Prishtinës në trajektorin e njëjtë, sikur se me 28 nëntor. Shahet më hanë e kam këtu, ashtë në qafe e përda I dhe më hanë, në kryet të lëndu, edhe në gjokës në më në operacionin për I tushe. Plakën e kam bashkë në gjokës të. Edhe operacionin dhe më në që villon për I tushe, jam I cilën të këtë më qafe. Në që të këpërdaj dhe bajnë me rollë, se po më je paket. Po. Unë e kohën këtë sani të mdoa dhe këmë tash kom edhe një problem me ku kjo pisë më ropa këtë më dhe më ku pas kohën. Të më edhe mjek të më kanë thonë që e kam prej helmimit gazit pjotë qeve. Se shtojnë plagos? Është hera parë që ki bo operacion apo? Është hera 2 që bo operacion. Kur operacione? Para 3 javë në bo. Edhe ta është shpëndish? Dishka ma mirë shpë. Unë ju kërë në mesin e turmës, ku pat prit mas diploma në kokë dhe syrin e djathtë e kumuk. Është e çuditshme se si thrasin për shëndim të ligjit, më së shumë këta njerëz që janë pikërisht mbi ligj. Sjellja e kryetarit trupit gjykues, e cila më është servu dhe më është kërcënu që gjithsesi duhesh ti ta mbrojsh Albin Kurtin. Dal nga dalë gjërat erdhën në vendet e tyre dhe u pa se në fakt janë policët rumun të Unmikut, ata të cilët kishin pasur urdhër për të vrarë, por edhe leje për të ikur nga vendi I krimit. Urdhri për të vrarë ju ka ardhur nga Steven Shuku, ndërkaq leja për të ikur nga vendi I krimit ju ka ardhur nga Joakim Rykeri, I cili nuk u hoqi imunitetin. Deri më tash ishin 7 avokatë. Unë asnjëherë nuk kam dashur që të më mbroj askush, dhe me datën 30 shtator të vitit e kaluar ju kanë bërë thirrje avokatëve në Kosovë që të mos më mbrojnë dhe këtë mënyrë të më bashkohen në sulmin kundër gjykatës. Unë edhe sikur vetë Kurtit më kishton ta mbrojnë nuk s'kisha pranë. Natyrisht që do të kisha pranë. Ai lërëme që pa nevojë dhe tepër gjatë është mbajtur në këtë proces, por edhe pa vend është kritikuar dhe është akuzuar dhe prandaj është si të papajshëm. Nëse do dikush të akuzohet, do të akuzohet policia rumune, cila pa kurfar shkasje, arsye, ka shtinë qestar të kësaj demonstrate dhe për fatkesi që dini janë vrarë 2-3 tërësisht papajshëm. Me një të qytetarët Kosovës që janë tri, plagosën edhe shumë tjerë, shumë I tyre që jemi me pasoja, të më dojnë punë edhe sot asë dike. Ushtë një tjeti që ka shumë e veçanë, mirë po, ushtë në ashtare edhe për një krenare. Kemi tentuar ta kontaktojmë Steven Kurtis, ish shefin e policisë të asaj kohe për pa sukses. Po ashtu provuan ta kontaktojmë edhe Mauricio Salustrën, kryetarin e trupit gjykues në Unmik, por nuk kemi marrë përgjigje. Tash, një vit pas demonstratave të 10 shkurtit, në të cilën faktikisht humbën jetën 2 persona dhe plagosën shumë të tjerë. Njësit e Rumun u kthy në vendin e vet. Albin Kurti u burgos, po njësit Rumun u dekurua nga eprorët e vet për sjelljes shembullore. Ndërsa, procesi Albin Kurtit ende vazhdon. Unë jam Jeta Abazi për emisionin Jeta në Kosovë.